Kjo është shumë ma ke bu qefin. Hajde ara atu. E di që jenë që to 2 dit, ndoshta edhe ma shumë, se na si dim krejt pra pas kenat, po qish pëndihesh? Mirë, me tregu drejt, shumë e lumë tonë. E kom po që publiku e ka kuptu filmen, e ka prit shumë mirë, kështu që s'ka lumëturi ma të madhe, se filmi bot për publik. Patëm, unë i thashë edhe shikuzve, premiera ke në Prishtinë të mërkurën, e mbrohem keni qenë Prizren. A patë ndonjë dalim mes publiku që shë priti? Jo, publiku e priti mirë shumë edhe në Prizren. Po kthehen në ko, për përjetojnë që atë ko, për reflektojnë për që atë ko, po më vjen mirë se kjo ka një skrejtë si reflektimi jemi, ta shte po për cilët që kjo reflektim edhe të shikusi, kështë që të publiku, kështë që për mua shumë knaqësi e madhe. Ajo që kom po prej premierës në Prishtinë, po edhe interesimit njerëzve për me vazhdu me po, sidomos këtu në Cineplex, jo në gjeneratat e reja që ndoshta as nuk e kanë, ose kanë qenë ti për të vegjel si puna ime, ose që halon nuk kanë qenë jetë gjatë viteve të 90-ta. Interesim shumë i madhë me e po një histori që të regon pikrisht rezistencën e popullit tonë. Që shtë bënë me undime të rhek gjeneratën e re për një tim ka rëndësishme të vendit. Po, normalisht jam shumë e lumë tonë, kjo është pjesë e historisë prindve të tëne, është historisë gjyshve të tëne, kështu që nuk është që ata nuk e kanë ndëgju këtë histori prej familjarve, po nuk e kanë përjetu. Këfin pak, nështë ta ishten në ambient, në atmosferë, pak me përjetu që atë periud, po që e shqyqër që se kam përjetu. E vërtet. Me qenë se premiera ndërkombëtare ishte në Brooklyn Film Festival në New York, a dalojnë këto duar turkitjet shqiptare me ato të huajat edhe me kritikët e huaj që e dim që u vlerësu shumë pozitivisht? Është vlerësu shumë mirë edhe ka pas publik shumë shqiptaro-amerikana atje, kështu që kanë qenë ato gjenerata që kanë ikë gjatë viteve të 90-ta dhe janë bartë atje, ose cilat kanë najtë këtu, po janë bartë ma vonë. Kështu që ka rezonu edhe me ata, edhe me publiku ndërkombëtar ka rezonu shumë mirë. Fatkeqësisht në s'ku mujtë me qenë në Brooklyn, se ambasadat në rajon bashkë në qatë ku ishin të update sistemin e aplikimeve, kështu që nuk isha mundësi me shku, po ishtë zona, aktoria kryesore, zona Berisha, që e lunë erën, edhe na u këthymi në qmem. Një qmem të aktorës më të mirë, për cilën du me folë veç pak minuta më vonë, sepse është një përgjithësi dhe një besim shumë i madhë që ju ka donë zonës në këtë rast, edhe në fakt është këthyme me një sukses edhe me një qmem. Sukseset e tila partë, edhe gjithë kjo e hone e filmit, ty personalisht, ata japin atë poqën, ata shtojnë pak përgjithësin me t'i kalu vetën edhe hajde që ka me bota shtutje? Momentalisht jam shumë qetë, shumë mirë. Kom fillu me punu, me shkru diçka, kur fillojnë ato fazat e punës, me siguri shtuhet, po menoj stresi, përgjithësia dhe gjithë shka, po kur nuk haloj në fazë fillestare, momentalisht jem qetë dhe të e shiju qëtë publiku që po e pratë shumë mirë filme. Po ndalna dhe pak të premiera e filmet në Prishtinë që pati, me numër të madhë njerëzve, personalitete prej fushave të ndryshme, cilat fjallë të motivun ma shumë edhe sa dite me i dalu qëfar emocione kishe, a ishin ma shumë të krenaris, a ishin të atyune se apo shkon gjithë shka në regull, se cilat kanë me qenë komentet e njerëzve që po shuajnë për herë të parë? Me tregu drejt, ne si publikën Prishtinë dim me qenë edhe pak cinik. Po e kom vrej që shumica e njerëzve kanë qenë shumë të emocionum, i ka këthy në ko, e kam përjetu qatë ko edhe neherë, edhe që ajo ka rezonu nështë me ta edhe kanë qenë shumë sinqert. Po besoj që kanë qenë shumë sinqert kur të ishin që abeden na ki këthy në ko edhe shumë mirë edhe filmi shumë i mirë. Kështu që mirë, po mendoj gjithë shka ishte mirë. E pom që kishte komente prej personaliteteve të ndryshme, po them pra prej kryeministrit në detyre, deri tek ndështë edhe miq tuj që e kam përjetu edhe i ke këthy në ko mbrana aty në 2 orëve. Qysh ka lind era partë? Era ka linë si nevoj për me reflektu, për me reflektu për qatë ko. Se ka qenë ko shumë e vështirë, ne s'kemi pas asë shkolla, s'kemi mujtë
po mënoj prind nuk kam pas punë, kështu që tash për kësaj perspektive kur e mendoj, ka qenë shumë është absurde. Edhe qështu ka njës, qysh kena jetu në një kohë shumë absurde, do njerëz normal që për me njëherë krejt bota ju bota abnormal. Edhe më ka interesu me analizu në për shka kena kalu, unë e vetë mas pare, se e rena atë ku në për shka ku më kalu, e mandi më ka intrigu me bu një farë analize, një farë reflektime dhe gjenerata tjera. Edhe për që ato e kom shti një familje, që më renda familjes erës, mirën vesh problemet komplekse të asoj kohë, se nuk ka qenë vish një problem. Kjo bukfalisht ka ndryshu bota më renda natës edhe ka njës shumë probleme. A ke dje me qenë se po thu ka qenë edhe një reflektim prej anës brendshme të ndës, duke unisë edhe prej asoj që ka ti personalisht ke përjetu. A ka diçka era, ndo një sekuencë të këtyre përjetimeve tua personale, ose edhe të familjes? Po, ka shumë përjetimeve personale të mija, të shoqënisë teme, të familjes teme, kështu që është një kompilacion, një mix i situatave të ndryshme që na ka ndodhë, që e kemi jetu në atë kohë, për mu ka qenë me rëndësi atmosferën, me pru që është duhet, që që me mujtë shikusi me përjetu me një vetën të se është në atë kohë. Kështu që e kemi arrit shumë mirë, po besoj. E që gëgja janë disa pjesë të vështira për me arrit me u kthy në vitet e në djeta, qoftë nga sheshet e gjirimeve, qoftë nga veshjet, gjithë shka, pra është doshtë që ti përshtate i asaj periude dhe rrethonave në cilët jënë gjenë familja në këtë rast. Po, e kemi gjiru një shpi shumë të mire kemi gjetë në Komoran, që e kena pas fatin që atë shpi, që e kemi pas. Edhe mandja aty kemi gjiru gjithë shka. Në fshat shumë ma letë me gjiru, se ma pak qarkullim. Eksterieret, pamjet e fshatit, kemi vendosë me i gjiru në hade, se është fshat i paprekon, nuk është i ndërtum se kanë me u prish krejt edhe ato shpia që janë për me u marë qymyre atë. Kështu që kemi vendosë në atë pjesë. A Prishtina ka pas probleme ma të mdoja, se vëq veturat janë krejt ndryshe sot për asaj kohë. Dhe po mirë ja kena dojli kemi gjetë do lokacione që nuk janë shumë të preku në anë pjesë të vjetra të qytetit, ma në periferi. Kemi pas edhe, of course, Kurizën, simbolin e asaj kohë të viteve të 90-ta ku rinia ka dole dhe ka jetu jetën, aqë sa ka mujtë me mashtru vetën që për jetën një jetë. Kështu që shtirë ka qenë, po e kemi pas një ekip të mrekullueshëm, atë set dizajneri ka qenë shumë i mirë, DP-ja, drejtori i fotografisë shumë i mirë, kështu që senet jonë bu ma letë, kanë rjedhë, kur e ki një grup i cilit përkro atëherë edhe problemet e kaluan ma kollaj. Pse era? Pra, në momentin kur i ke kriju personazhës, në këtë rast erën, pse era? Era i ka 3 kuptime. Era që fryn, një erë e re ku hin, edhe era personazhe i saj. Kështu që është pak metaforik edhe për shkak kohës, edhe një kohë që ka kalu, një kohë që në film vetëm hyn, po për neve tash movi që është kohë e kalume. Më themë herët që sigurisht një prej shtyjeve që edhe të ka shty me bo është që ajo nevoja me ju tregu edhe brezave të rinë në për shka kanë kalu familjarët e tyne. Kjo të ka ardhë për shkak që e ke vrejtë në shoqërinë tonë ose brezat e rinë ke kanë shumë të njohur si situatë edhe ke dosht për mes filmit një diçka që ata munden me i tërhek ma shumë për me mësu, apo? Jo, e kom bo për me reflektu për vete. Për vete edhe për qëto gjeneratat, një kujtim për një kohë shumë të vështirë edhe për një forcë shumë të madhe të popullit tonë. Dhe gjatë që ati reflektime e kom kuptu sa të fort kemi qenë gjithë. Edhe mandej më ka ardhë nevoja me kallëcu një tregim që të asoj kohë edhe të forcës njerëzve në atë kohë.
kur krijohen personazhet, kam përshtypjen që për regjisoren, skenaristin, janë si do fëmijë vegjël që ki qef me i bo krejt ma të mirët edhe mandej shtohet edhe përgjithësia me i përzedh ata. Në fakt, në film luajnë emra të dëshmum të skenës artistike ndër vite, për pozonës që ka qenë edhe e re në përvoj. Gjithaj besim, a e kishe me qka të bindi zona që është e duhna për erën? Me energji. Të me thonë herën e parë që e kom po video në aplikimit saj, energjia saj më ka përqy, më ka qute era, më nere kom po erën. Ma ndij, i kemi bu edhe disa audicione tjera, atër ka fillu pak me më kap një farë dileme, se ishte e re, sa kishte fillu në shkollë të aktrimet, po e disha që energjia e saj vynë në fenë, që energjia e saj është era. Edhe ma ndje kena punu shumë, kena full shumë, e kena sharu krejt idejnë e filmit, krejt atmosferën, e ka kuptu shumë, është shumë inteligjent, është shumë e talentume, kështu që... Audicionet ose aplikimin kur e kanë bua, e kanë ditë paka shumë për temën që mënyrë me... Apo jo, okej, shumë fat pas ka pas zona në këtë rast. Edhe unë kom pas fat. Edhe te, sidomos në mas gjithë kësaj suksesit që edhe zona individualisht është shpallë si aktoria ma e mirë. Qka kemi pas Prizrenit me erën, pra ku, sepse kjo agenda e kinemave në Prishtinë, në Prizren, sigurisht vazhdon tash me oraret e veta, se cili mundet me e pa, a parashihet në i premier tjetër t'i kohë? Po mendojmë tash i kemi edhe do kërkesa në për qytetet tjera, ta shuhem. Nga dhjetorit diku po mendojmë me shkon Shkup, edhe pasoj pas vitit rinë Tiran, edhe ma ndi ta shuhem, kemi kërkesa të mdoja për me qu edhe në diaspor, po duhet mi këshur mundësit ma të mira në cilat vende me shku edhe si me qu filmen. A ma gjithësysh me u zgjeru në... Po, se edhe për mu është shumë e rëndësishme edhe shumë knatësi se filmi mu po. Filmi është për mu po, pisa ma shumë njerëzve. Kështu që e kom nderin që njerëz po kanë qef edhe po kërkojnë filme, po kanë qef me po, kështu që jom shumë e lumtun edhe pa tjetër që kom mundu me qu të si cili prej publikot. Unë s'mundem pa e përmend, jo veç pse e du fort, po edhe që ka pas një rol shumë të madh tek filmi, producentja Aferdita Saracini Kelmendi. E po është në fjalimin e saj në premier në Prishtinë, tha që po m'duket që pak kom qenë ma kërkuse se sa ndoshta me bashkëpunëtor tjerë që kisha qenë në raste tjera. Qysh ka qenë me s'juve me bashkëpunu? Cilat kanë qenë që ato pikat që dita ka qenë ma kërkuse? Të edhen, unë e kumë punu me të gjithmonë, kështë që ajo është gjithmonë kërkuse. Dhe adin që ka është probleme, kër e ki nonën shef, nuk e ki një nonë tjetër në shpes që shkon edhe e shonë shefin me ta. Kështu që... Ke bën ma të vështirë. Po, që kjo është ma e vështira, që kjo pjesa ma e vështirë. Po, për ndryshe, mirë, gjithmonë mirë. Kemi bashkëpunojmë shumë mirë. Edhe pse diskutojmë shumë se jemi pak tipa të ndryshëm, po në fund gjithmonë e gjejmë një farë kompromisit, diçka edhe zgjidhet këtë situata. Zakonisht pas disa kohëve të publikimit dhe një filmi ose punimi artistik, thuhem për disa prapaskena që ka një herë dhe ndodhen, jo disa pjesës janë pjesë e filmit, më thënë janë gjiru për kur nuk janë përshtat. A ka diçka të tillë në erën që është punun të, po thjesht nuk shihet brenda atyre dy orëve? Kemi shumë skena të mira, edhe është shumë e vështirë, sidomos për regjisoren. E di që është vështirë edhe për aktor, po sidomos për regjisoren është tepër e vështirë me i këput ato. Po regjisore e ka qatë detyre dhe qatë përgjithësi që në fund duhet me menu për të mirën e përgjithshme të filmet. Jo me qenë subjektiv me menu që kjo s'kenë mu, po më pëlqen shumë e përdu me shti, nëse i bën dam filmet. Kështu që kemi pas skena cilat gjatë procesit post-produksionit, e kemi po që po e ngarkojnë linjën e erës, kështu që jemi detyru
me i eliminu pak. Nështë, mu me bu një serial, ma ndenja, limited, me i shtje dhe ato pjesë tjera. Është shumë vështirë me prek qatë delete për me i fshi krejt qatë skena që jënë punu me dashni prej krejt ekipës. Po artë nëse të pës pak generalisht për prurjet në kinematografinë shqiptare. Shohem që viteve të fundit edhe kemi kur shumë sukses edhe ndërkombëtarisht me plot punime, me plot filma, duke qenë pjesë e festivaleve. A jemi në pikë të mirë? Pra dhe ty individualisht si artiste atë bën kjo me undi mirë kur po e gëzojmë një farë suksesi kolektiv në këtë pjesë? është shumë kënaqësi me qenë në një vend kaq të vogël, me kaq shumë regjisorë dhe me kaq shumë filma të suksesshëm. Do të thonë diçka kena bo mirë këtu. Fatmirësisht. Kështu që është shumë mirë. Problemi është i bugjetit i kena të vogla, apo jena shteti vogël edhe mandi funksionojnë me bugjetet vogla. E mandi ajo pak të limiton në filmin, në kvalitetin e filmit, se me pas bugjet ma të madh edhe kvaliteti rritët halo ma shumë, kështu që ne po punojmë që si art houses filma shumë të mirë. Në është ta na bjanë edhe me punu edhe me bugjete ma të mdoja. Uraj që po. A ka mbet në i tem tabu, ose nëse flasin vite ma përpara, më ka rastis me të ftum prej fushës e artit, regjisor, skenarist e aktor, që kanë qenë gogjatë limitum në disa tema, për cilat kanë thonë jo, zdo kisha marrë guximin me bu. A ka mbet sot në i tem tabu që, për shambull parta, nuk e kish trajtu, ose që nuk është trajtu deri tani, po ti mundesh me bu në tartman. A ka diçka, a ke limit, a kemi ditë kuqe në trajtimin e temave? Jo, nuk kam, si të mës tema tabu mu vish m'intrigojnë, kështu që nuk është, nuk kam për tema tabu. Normal që ka sene cilat nuk muj me bu, se nuk e kam natyren e tilë, nuk isha ditë me bu mirë, nështë ta isha dosht me hi me mësu për me bu shumë mirë. Do tema, për shambull komedi, nuk menoj që është vynë shumë punë, është një farë zhonëri këtë tjetër, mishti me kesh njerës të shumë fështirë. Kështu që, për shambull komedi, e kësha pas fështirë me bu. Nuk e di. A tema tabu, jo, nuk më pengojnë, më intrigojnë me hullumtu, me punu në tema tabu, me punu në sene që ka të sene tabu, na njerës më ande i komplikujmë senet. Edhe publiku në intrigon shumë pikrisht kur ja qëton këto për para që tem tabu do të trajtohet në këtë film. Part, po mendoj që i mbledha gjitha, ani pëse pas ka marrë shumë allimit po, falimderit shumë që erdhe.